إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kallëzon Allahu azza wa jalla në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë dhe ta devijojë nga ajo rrugë. Dhe atë që Allah azza wa jalla e ka lënë në humbje me drejtsinë e Tij, askush nuk mund ta udhëzojë dhe ta drejtojë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jalla, I cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Selavate dhe selame të shumta dërgojnë mbi të dërguarin tonë, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamatit të nderuar, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Frikë dhe devotshmëri e cila na shtyn drejt bindjes ndaj Allahut azza wa jalla, për uljes ndaj Tij, sepse ai e meriton. Ai është meritori. Ai është I gjithdijshmi, ai është I plotfuqishmi, ai është krijuesi dhe furnizuesi. Ai është mirënjohësi, është mirënjohës ndaj atyre që I binden dhe përulen, për ata do të shpërben shumë. Është falësi dhe mëshiruesi, mirë po është edhe I drejti, e ndëshkuesi, e hakmarrësi. Për ata, Allah azza wa jalla cilësohet me cilësi të shumta. Prej tyre është edhe dashuria dhe të qenët I kënaqur Allah subhanahu wa taala. Pra I kënaqet dhe gëzohet me robët e Tij që besojnë dhe bëjnë punë mirë. Po të njëjtën kohë edhe zemrohen ndaj atyre që mohojnë dhe bëjnë mëkate. Andaj ka përgatitur vend edhe për ata me cilët është I kënaqur, ai është xheneti I Tij, por ka përgatitur edhe vendin tjetër ku do të jetë vendi atyre që e kanë fituar zemrimin e Allahut, hidhrimin e Tij dhe meritojnë dëshkimin dhe hakponin. Allah subhanahu wa ta'ala na begatoi me begati të shumta. E begatia më e madhe është udhëzimi, imani, besimi në rrugën e Tij. E pastaj numëroj begatitë e Tij të cilat nuk do të arrish në fund asnjëherë. Krimin, furnizimin, shëndetjen, me ëmbël, me pi, familje, banim, mjetudhimi, mirë më mirë, mundësi të shumta, po të cilat njëjtën kohë mund të shndrohen edhe në fatkeqësi. Nëse njeriu begatitë e Allahut nuk I shfrytëzon si duhet, po është jo mirënjohës, është përbuz, I shpërdoron ato, atëherë ato do të jenë e keqe, përfundimi I keq për të. Allah azza wa jalla sellet në Kur'an ku thotë: "وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة." Allah azza wa jalla Allah ka bërë shembull qytetin, fjala është për qytetin e Mekës, që ishte qytet I sigurt dhe I qetë. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah azza wa jalla I vinin begatit ati vendit nga gjitha vendet tjera, ati qytetit. Mirë, po çka ndodhi? Fa kafarat bi an'amillah. Po banorët ati qyteti I mohun begatit e Allahut azza wa jalla. I mohun begatit e Zotit. E si ndodhen, si mohohen begatit e Allahut? Mohohen fillimisht duke ju atribu ato begatit dikuj tjetër, ose duke falenderu dikon tjetër për të. Ose që di ka njëherë njerëzit për begatit që I gëzojnë, për mirësit që I gëzojnë, qoftë sigurin, qoftë shëndetin, qoftë shërimin, qoftë ushqimin, qoftë çfarëdhëmin. Falenderojnë, mirë po ka prej tyre që
nështë ai fundi se nuk I bjen mend fare që fillim në mbarim të begatia për Allah të zotë. Pra falenderohen njerëzit për begatin këtë vend ose kudo që janë, e të harrohet mos falenderohet Allahu, kjo është mohim I begative të tij. Po ashtu në formën e mohimit është kur ato përdoren në mëkate dhe gjunahe. E kjo pastaj është një derë e gjanë. A jemi nga ata që jemi mirënjohës në falenderus duke I vlerësu begatit Allahut dhe duke I shfrytzu që ato begatit na afrojnë te Allahu, apo jem begati me cilat I bëjmë mëkat Allahut natën e ditën, e jem begati që në realitet shndrohen në fatkeqësi duke na larguar nga Allah te barekuhu. Pastaj forma tjetër e mohimit është përdorimi I tyre, teprimi I tyre. Duke I konsumu ose I shpenzu pa nevojë. Është më radh, forma të ndryshme të mohimit. Fa kafarat bi an'amiha, an'amila. Se ky popull, ky qytet pra I mohoi begatit Allah subhanahu wa taala, fa adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal-khawfi bima kanu yasna'un. Allah Azza bani që ata të shijojnë edhe urin, edhe frikën. Ishtë vendi qetë, vendi sigurt. Begati prej gjitha me të jarë, momentin që I mohun këto begati, Allahu rrezikun e furnizimin këto begati të mira, ja zavendësoi me uri. Kurse sigurin, lirin, qetësinë që kishin atë, ja shndroi me frikë. Dhe për shkak ndëshkim prej Allahut, ose thonë më ndryshe, si përfundon ajeti, bima kanu yasnaun, për ato që ata kanë bërë, për shkak veprave dhe punëve të tyre. Dhe kele tjetë një përkujtim për neve. Pra po them, një përkujtim për neve, ku po I shpenzojmë mirësitë Allahut, begatit Allahut. So po I vlerësojmë dhe si po I shpenzojmë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith thotë: Kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhila. Hani, pini, veshuni, pa tepru dhe pa tërgumendim. Hapi nga begatit Allahut, duke qenë mirënjohës dhe falenderus, duke shfrytzu si duhet, me po një prej problemeve të mos mirënjohjes është kur njëri e tepron. E shumë. Ose tepron përgatitjet, pa mos përgatitjet e bota, që në fund ajo të gjuhen, ose teprojmë duke hongër, ashtu edhe në veshje, blejmë nështë patum s'patum nevoj. I gjujmë ato, halo duke qenë përdëshme. Këtë kjo është shpërdorim ose të prej. Pa të pru, po dhe pa të argumentin madh. E po kjo mendjemasia pastaj është kritë një çështje pastaj mbeti që është formë e mohimit, ose mund t'jente formë e mohimit. Ishe njerëzit, çka do që t'hanë një foto, që ja shokët, që të në Facebook, që të anë, Subhanallah, so njeri është që ku ka mësi. So njeri pastaj ka zili, ka haset. Ashtu edhe të veshje. Burët para njerëzve pse ka veshje më të mirë cilën film ka, burët para njerëzve që ushqime. Bojnë gara të neja, të nëse veç bohen neja, ose se njerëzit duhet me mos çdo gjë. Që ti jesh falenderus për Allah, që ti vlerësoj begatit Allah të barekuhu. Shpenzoj dhe shfrytëzoj ato me mos. Edhe përveç kësaj, ai teprimi tjetër që bëhet gjitha begatit e Zotit, në synin tonë, në veshin, në dorën, në gjuhën tonë. Në moment se fjala teprim çka është? Te i kalimi kufive. Njëri tepron ku i te i kalon kufive. E çdo gjëna pastaj është te i kalimi kufive. Ta kallon Allah Zotit begatin e synit, vend se ti të shikosh ajo që është e dobishme, ajo që është e mirë. Në çdo orë ndoshta çka shikon? Gjëna e haram. E ki begatin e dëgjimit, që sa njëri vun, nëse nuk e ko këtë begati,
Sa jetë shtirë ka, kurse ti vazhdimisht dëgjoj sa nvesh, gati gjuna mas gjuna, ose radion atë në kërë, deri në kup qilë, haram me gjuna. Këtë gjuhë që ta ka dhënë Allah Zotë, begatim, mirësi, me komuniku, me u kuptu me zveti, përgojim, thashe thome, shpifje, malkime, ashtu komen, ashtu dorë, ashtu gjitha begatici. Për ata Allah subhanahu wa ta'ala që thëtë në Kur'an, Qul ja ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj, o robë të mi, të cilët e keni tepru, ose keni bërë shumë gjënohë ndaj vetës suaj. Po mirë për ka përdorë Allah subhanahu asrafu. Pse? Se pa gjënohë s'ka. Nuk ka njeri pa gjënohë dhe me kate. Mo njeri bjeni me katë, këto në brojtjet Allah, kësa jetë me njëherë pëndohet. Po njeri e të prënë, kur vazhdojnë me katë mas në kati, gjuna mas gjënohin, mohim mas mohimi, duke i ke shpërdor, ose shpërdor të begati që Zotja ka dhonë, Allah Zotë në thret pra për pendim. Letët në të në rahmetin kja. Mos hëmbi shpresën të Allah, inna Allah e jakfiru dhunuve gjemija. Allahu i falë të gjitha në katit. Innehu huwal ghafurur rahim, se vërtet ai është falës dhe mëshiruesi. Allah për në thret o vllazni, me gjitha në katit që i kim, me gjitha gjunat që i kim, me gjitha deprime që i kim në e që sunin i mrojmë, asë në prej tyre, bojmë me dije, pa dije, të mëllat, vogla, këthejemi të Allah. Ate që shtiri Allah, pëndohemi të Allah, o vllazni, pa në thret Allah të këthejemi, ti përullim një ati, të tregojmë mangësin që kem me mëkate dhe gjunohe dhe nevojën që kem për falën e ti. Allah është falës, Allah është mëshirus. Mirë po, ti bashkoj njeriu këto dy të këqija, edhe ta tepron, edhe tregot me ndje madhe, as ki fali mos t'i kërkon Allahut, nuk i ka lënë derë të vetës. Vetë sa e dera se thamë pëllëm e dera tjetër, dera e kërstimit, e denimit dhe hakmaris. Allah në lujtë nga çdo formë shpërdorime, nga çdo formë e mosminjohjes dhe mohimit të negative të Allah subhanahu wa taala. Na lujtë imanin dhe besimin, na bëftë besimin, imanin, punë të mira dhe fjalë të mira të dashura për veten tonë, për zemrën tonë. Punë të këqija, mëkatet, gjunat, Allah na bëftë të rritura për neve. Allah te bareke ve taala na lujtë të mëndojë ta bëjë për atyre që vazhdimisht kërkojnë falje te Allah azza vërtet është ai është fars dhe mëshirues wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gjithëra falenderojmë Allahun azza wa jall, salavat dhe selame dhe të kërëmi të dërguarin tonë. Vllazër të nderuar, që është fillim përmenëm se begatia më e madhe që Allah e ka dhënë njeriu është imani dhe besimi. Ta kultivojmë këtë begati, ta shtojmë të arrisëm. Kemë begatin e Kuranit dhe Sunetit, që ta shfrytëzojmë, që të mos kalon ditë pa shpjetu librin e Allahut. Pa lexuar dhe një ajet për fjalës së Allahut azza wa jall. Kjo na shton dhe na arrit imanin tonë. Gjithashtu ta vlerësojmë dhe ta mësojmë traditën e pejgamberit alayhis salam. Për arsye se nuk ka derë e cila na afron tek Allah subhanahu wa taala përveç derës së pejgamberit në këtë rast derës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall ka bërë për atyre që ka fort për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam, që të jenë të lumtur këtë botë dhe të shpëtojnë botën tjetër. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون